që mos ofronin as shërbim as cilësi. Qartë, ndërkohë që ju e shikoni të arsyeshme dhe mund tjetë drejta juaj patjetër rritjen e çmimit të biletës, nga krahu tjetër, shërbimi e justifikon këtë çmim? E këtu i referohem mbi ngarkesës, vonesave në stacione, i referohem kushteve, po themi kështu, sipas kushteve atmosferike, herë ngrohtë, nxehtë, plas vape, brenda herë ftohtë, dhe këto janë referime që i bëhet qytetarëve dhe atyre që ankohen. Kështu që në këtë kontekst, nëse ne jemi brenda këtyre normave, kam përshtypjen se çmimi është i arsyeshëm, ndoshta dhe i pranueshëm nga qytetarët apo jo? Të flasim më sinqert, nuk pres që 10 lekë i cili ka rritur mund të ndryshojë infrastrukturën tërësi të transportit publik. Nuk presim dot që me 10 lekë e rritur mund të bëjmë kursi dedikuara, mund të bëjmë stacionet me filtra. Kjo është një gjë që takon institucioneve për të cilat ndjes do ju kundërshtoj paksa këtu. Jo, nuk e thash në të kontekst që me 10 lekë ju kuptoj fare drejt, ndaj thash që mund të jetë drejta juaj dhe realisht mund të mbështetet. Jo për si thosh përmirësim të infrastrukturës në stacione, por ama unë mendoj që është e rregull apo jo, për shkakun që një urban të plotësoj kushtet bazike është krejt normale. Padyshim, a janë urbanët më të mirë sot në qarkullim? Nuk janë më të mirë, po janë përmirësuar vazhdimisht. Nga 2016 deri sot është renovuar flota 100%, do të thotë nëse kanë qenë autobusat 2005, janë marrë 2006, 2007, 2008, çdo herë e më të ri. A duhen edhe më të mirë? Patjetër, po me aq mundësi financiare sa kanë operatorët, kanë investuar, kanë bërë flotë mjetesh, kanë parqe mirë filtra, kanë serviset mirë filtra, i përkushtohen punës densisht, por ne mos presim që 10 lekë do të bëjë çuditë, do të marrim mjetet elektrike, sepse është e pamundur. Ashtu siç mund të them për rastin e Bukës, me 16 ne kemi marrë me 50 lekë, me 70 lekë. Sot e kemi me 100 lekë, 120. Nuk do të thotë që është rritur cilësia e miellit apo cilësia e pjekjes Bukës, por do të thotë ka shkuar paralelisht me rritjen e kosteve të tjera. Kupton këtu që mirëmbajtja dhe riparimi i mjeteve çdo pjesë vjen nga jashtë, nuk ka se prodhon në Shqipëri, varet nga tregu global. Importet janë rritur, sidomos pas pandemisë dhe pas ngjarjeve të fundit në botë. Luftat e ndryshme kanë rritur çmimet, kemi parë rritje të frikshme të çmimit naftës, pjesëve të këmbimit. Po ashtu ka edhe një rritje të pagave teksore. 2016 kishim një pagë minimale 22.000 lekë. Sot e kemi 40.000. Me 1 janar do të bëhet 50, po kushtimi për pagën minimale, paga e sektorit tregut është shumë më e lartë, rritën kosto financiare, kosto operative, edhe me metodra të njëjta, ku gjithë këto kosto vazhdimisht për 10 vite janë rritur, me një gjuhë shumë thjesht mund ta kuptojmë që shkon drejt kapitolimit ekonomik në momentin që nuk merren masa financiare mbështetjen nga institucionet, se ne gjatë gjithë kohës kemi kërkuar një mbështetje nga institucionet, kemi kërkuar subvencionime, kemi kërkuar kredit buta, kemi kërkuar mbështetje për zhveshjen nga taksat të karburantit, siç është taksa qarkullimit, të VSH-ja, një sër taksas që mendojmë që nëse do të ndryshonin, do të kishte ndikim, do të jepnin përmirësim infrastrukturës në transportin tërësi. Pra ju thoni që mungesa e mbështetjes pikërisht financiare nga institucionet përkatëse, edhe bashkit në këtë rast, bën që kushtet të mos jenë në nivelin e dur. Për shembull, pamundësia për të zbatuar oraret siç duhet. Po pse për shembull nuk mund zbatohet orari në kohë, për shembull, nëse nuk kemi një zbatim orari të saktë, pse ndodh kjo? Shiko, autobusat dalin rrugës mbas kontratës që kanë me organet vendore. Që do të thotë nëse një linjë ka një kontratë për nxjerr 10 autobus, 10 i kanë nxjerrë deri sot. Por ne paralajmëruam me shkresë dhe kërkesë bashkisë që në vazhdim, ne nuk do jemi në gjendje të nxjerrim 10 autobusa në rrugë, por do nxjerrim më pak aq sa mundësi financiare kemi dhe shërbimi nuk do të jetë me frekuencë as minuta sa është e caktuar në kontratë, por do të zgjatet ose nuk do të merren parasysh kërkesat. Jo pse nuk duam, por kjo ishte për shkak të pamundësisë financiare për të operuar. Atëherë edhe diçka tjetër, ne trafiku në rrugë nuk varet nga ne, sa do mjetet të nxjerrën në rrugë, ne nuk e rrisim të shpejtësinë e lëvizjes, prandaj është kërkuar vazhdimisht e vazhdon të kërkohet që të ketë përfit dedikuar për transportin publik, sepse është vetëm një formë që çon qytetarët nga në punët, në shkollë, në spitale, është transport publik, vetëm autobus, nuk kemi metro, nuk kemi tren. E përderisa kemi vetëm transport publik me autobus, duhet një vëmendje më shtuar, më e plotë nga institucionet ka shi subjektet e transportit, që ato t'i garantojnë të ofrojnë një shërbim më cilësor, më të mirë për qytetarët, se në fund ditës
qytetarin asaj që përfiton një transport publik më mirë. E nëse do të ketë një transport publik më të mirë, më të shpejtë, çdo kush do të shmang makinat personale për të ikur në destinacionet e tyre, do të përdor transportin publik. E ky do të jetë qëllimi në vetvete e institucioneve për ta promovuar, për ta mbështetur, se jo dhe për të marrë edhe mjetet më të mira të fundit ekologjike, po kjo bëhet vetëm në moment që institucionet japin në dorë të ekut financiare dhe grandet buta apo kredi të buta në këtë rast për të mbështetur për të marrë mjetet më të mira dhe më. Ndërkohë vonesat ndoshta dua të pyes në këtë çast, por ndoshta logjika më çon të mendoj që për shkak të vonesave në rrugë, pra trafikut, kjo si edhe mbi ngarkesë. Ndoshta shumë qytetarë që ndrojnë në stacion duke pritur. Sa i takon kushteve brenda në urbane me kondicioner çdo gjë funksionon? Kur flasim për transportin publik, flasim për një zënxhir mjaft të gjerë edhe me operator. Nuk themi që të gjithë operatorët janë në nivel të kënaqshëm, janë në nivel të shkëlqyer, por mund të themi që nuk themi që të gjithë operatorët janë për tokë në aspektin e plotësimit kushteve, po ka organe kontrolli, ka organe kompetente që e menaxhon, nëse ti nuk zbaton kontratat, nuk ke mjetet certifikuara, sepse të marrësh një certifikat transportit publik për të operuar, duhet patjetër të depozitosh dokumenta, siç është akti i komoditetit që është baza për të verifikuar mjetin, e plotëson kushtet e komoditetit, si nga ana